edhe pse kam një fëmijë, po mu ka bo si fëmija i dytë. Mas ne kur s'mu babi, ka qenë ka gja një farë ndarje e dhimbjeve, sepse kom qenë veçone me ta në Turqi kur ka qenë i smut, 6 muj dit, edhe që atë u ko një farë përjetimi që hala sot dishon në andër ato gjana, edhe tash që edhe pleqnia dhe pak ja ka nis me unë varë pak si shumë pi meje, jom të e përjetu pak si keq gjendjen e ti, sepse babi u bod një person shumë i ndishëm, ndoshta tash ato pasojat e boksit, pasojat e anktheve, traumave, përjetimeve që i ka pas, sepse nuk ka let me jetu një Jugoslavije, mas ne me ardhë në Kosovë, e me pas të në atë farë traume që e ka përjetu babi, si sportist, edhe si njeri që është, se për njeri s'ka kush që ka thot është njeri human, njeri i thjesht, një njeri që rinë me gjithkan, këta e din krejt, po dishka kohë të fundit o kam dhimet shumë se, po shqyqyr që m'ka definitivisht, energjin ma të madhe tjetës është ka ma meraj, kohët fundit. Edhe pse kam një fëmijë, po mu ka bo si fëmija i dytë. Në përgjithësi unë me ta e daj çdo moment.